Nevoja e tharjes së kënetave, mekanizmi të bujqësisë dhe shtrirjen e këtyre proceseve në fushën e Burgut të ish rrethit Sarandës krijuan premisat dhe për ndërtimin e një fshati të ri, vetëm pak kilometra larg fshatit të Finikit. Fillimisht, banorë dhe mekanizator bujqësie të fshatave minoritar, kryesisht nga zona e Finikit, Mesopotamit dhe Alikos, krijuan fshatin SMT, i cili zyrtarisht u emërtua Çlirimi. Pas viteve 90, me ndryshimet demokratike dhe demografike në vend, në fshatin SMT vendosun banorë të ardhur nga zona veriore e vendit dhe më vonë banorë nga rrethet të tjera jugore. Aktualisht, në fshatin Çlirim banojnë rreth 235 banorë, nga 750 që janë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile. Bashkëjetesa, harmonia dhe mbijetesa janë virtytet që mbartin banorët e Çlirimit. Bashkëjetesa në fshatin ton besoj se është shumë mirë, nuk kemi probleme as për rrugën fetare, as për probleme komsie dhe probleme të tjera. Të gjithë jemi njerëz që kuptojmë njëri me tjetrin, bashkëzetojmë njëri tjetrin, ndihmojmë njëri tjetrin, edhe në problemet që ka fshati, besoj jemi të gjithë, dalim të gjithë dhe ndihmojmë për problemet që ka fshati dhe i zgjidhim të gjithë bashkë. Vetëm ekzistenca 12 servisave automjetesh është fakt domethënës i kontributit të banorëve në të ardhurat e Bashkisë së Finikit.